një pjesë e shoqënisë tonë, fatkeqësisht ka kriju kompleks ekstrem tek njerëz, sidomos tek njerëz fytyra publike që janë. Edhe sot gjithçka po sillet rreth filterit. Edhe nuk ka kurrë realitet nga ajo çka jena mësu kur si kemi pas këto sene. Sot e njëri përmes Instagramit, kur del live duhesh me thirr në telefon me vetë cili se s'po di këtë njëjtë më bo. Okej. Tash këtë janë bo njëjtë, këtë janë tu i përdor filterat e njëjtë, secili rrjet që ka dalë, që është avancu, më shumë avancimin kryesor e ka pas filterin. Edhe fatkeqësisht edhe pjesa e marketingut që bëhet prej influencerave, prej modeleve, prej këtyne, është e fokusuar pothuajse 100% te filteri. Çdo detaj tash po më vjen keq që po e them, po një këngëtare që na e njohim për shumë vjet, na e dim çfarë ka qenë, çysh ka qenë, edhe sot ajo i ka bu na afër 60-ave, edhe kur del në Instagram është hala e njëjtë. Cila është ajo ndoshta? Po s'ka rëndësi cila me emër me mbiemër, por shumica janë që janë duke e përdor ndoshta pak më shumë se që duhet. Po ashtu s'po di ç'më thon, kemi filluar me jetu edhe vetja jonë tash e ka filluar me u bë kompleks në momentin që pjaqet një filter bre ti shakon qështu. Po. Apo din edhe pse është shumë gabim i madh ajo. Mazi fillon edhe mos me të pëlqyjë ndoshta vetja. Duhet më kon falenderues për atë që jemi kriju, për atë që jemi edhe me prezantu veten në mënyrën si jetojmë. Sot është kompleksi secili tu e përfshi edhe veten tëm se në momentin që do më bëu një post me diçka fatkeqësisht duhet me hi detaje vënare para se me postu diçka, për ndryshe njerëz që të njohin e din çu je. Po. Ajo është një farë make-up i prapaskenës, si thonë, është një farë make-up i fsheft që më u bë shumë normal për gjithë.